Dua ti falenderoj në veçanti të 47.000 votuesit e Prishtinës që rikonfirmuan edhe një herë fitoren tonë. Por sonte të dashur qytetar, dua t'ju them se fitoria Prishtinës, fitoria kryesore kësaj gare, nuk është vetëm fitore e LDK-s, është fitore e gjithë Kosovës, është fitore e shpresës, është fitore e ringritjes së madhe dhe kombëtare. Dhe me këtë fitore dua të them se nuk ka humbës fare. Përparim Rama është kryetari secili qytetar të Prishtinës, edhe atyre që na kanë votuar, edhe atyre që nuk na kanë votuar. Jemi pak për të ndarë, jemi shumë pak për të përqarë. Sot është fitore e të gjithë qytetarëve të kryeqytetit, sot është fitore e të gjithë Kosovës. Prishtina tregoi që don zhvillim, Prishtina tregoi që nuk don bllokim. Pra shkojmë përpara drejt të djathtës së zhvillimit. E thojmë jo sabotimit. E filluam 4 vite më parë me projekte të mëdha për transformim të kryeqytetit tonë të zemrës, sepse Prishtina nuk është vend i vogël, Prishtinën tash po e bëjmë metropol së bashku. E filluam me një vizion të qartë, filluam me qindra projekte, shumë prej tyre i krymë, shumë prej tyre janë në proces, e këto 4 vitet e ardhshme Prishtina do të kryqëzoj, ju premtoj. Me unazën e kryeqytetit, gjithsesi si projekt madhor që do ta shtyhem përpara. Tash jemi edhe një koqir të lojrave mesdhetare 2030. Unazën e mbrendshme po e përfundojmë, rrugën Gjim-Gjema po ashtu. 10 shkolla kemi fillu, po i përfundojmë plus 5 tjera, me mësim tërditor, me transport të ri të Prishtinës, po e vazhdojmë edhe transportin e ri metropolitan, dhe i kërkoj edhe kundër kandidatit tim që të reflektoj. Që të bashkëpunoj, sepse është për të mirën e të gjithë fëmijëve dhe të fëmijëve të tij. Pra, e tras qeverinë e tashme të detyrë dhe çfarëdo qeverie që do të vinë të ardhmen, që t'jetë bashkëpunues me kryeqytetin, sepse kryeqyteti është motori ekonomik i zhvillimit të gjithë Kosovës. Kryeqyteti është zhvillimi i artit e i kulturës i gjithë Kosovës. Kryeqyteti është zemra e gjithë Kosovës e i kombiton, prandaj kushdo që vjen në nivel qendror duhet të jetë bashkëpunues, e unë nuk kam dyshim që edhe një muaj e gjysmë do ta kemi edhe